Pacha me ju o vëllezër dhe motra. Jemi tashmë duke lexuar Ungjillin e Gjonit. Kisha ka kaluar në një pjesë të ndryshme të kohës së kreshmeve. Me këtë e dielën e katërt, me këtë javën e katërt, tashmë fillojmë me Ungjillin e Gjonit. Edhe kisha na tregon shenjën e dytë në librin e Gjonit. Pjesa e parë e librit të Gjonit është libri i shenjave. Zoti nuk flet për mrekullit, jo për shenjat, sepse shenjat në librin e Gjonit kanë dëshirë me kallëzu. Shkoni tek këtë, besoni në misteret e Pashkëve të Jezusit, besoni në të. Mrekullit me të vërtet, që diçka të jetë një mrekulli me të vërtet, ka nevojë që të jetë një shenjë që të na kallëzoj Jezusin edhe misterit e tij pashkor, që ne të bëhemi më të ngushtë me Jezusin, që të mbështetemi në të edhe në pushtetin që ai ka mbi vdekjen. Edhe mirë, shenja e dytë, në kanë të Galiles, në punësi i mbretit ka djalin e vet, i semur në fill të vdekjes në Kafarnaum, edhe i kërkon Jezusit që ta shpëtoj, që të ndihmoj, që ta shëroj, që të vi me shpëtu fëmin e vet. Edhe Krishti me fjalën e vet e shpëton. Edhe ky burr beson, vetëm duke dëgjuar, pa me pas një shenjë. Krishti përpara ka thënë, ju nuk besoni se nuk shifni shenjat. Mirë, kjo gjë ka një ndihmë për fen e tij. Edhe ai u besua fjalës së Jezusit. Edhe ka ecur. Si puna e Abrahamit. Abrahami ka dëgjuar një fjalë. Zoti ka thënë lere shtëpinë tënde, farefisin tënd, edhe hajde në vend që unë do të kallëzoj. Edhe Abrahami ka dalë prej vendit të vet, duke ndjekur fjalën e Zotit, duke mbështetur veten në një premtim. Edhe Abrahami do të takojë këtë gjë, që Zoti është besnik, që Zoti çfarë premton e realizon. Edhe këtë gjë do të shoh edhe në punësi i mbretit, që Zoti është besnik. Në rrugë, ecja është një rrugë, feja është një rrugë, është një ecje. Edhe në këtë ecje ne shohim gjithmonë më shumë, nëse ne besojmë një fjalë prej Zotit, do shohim që Zoti është besnik. Edhe këto fjalët na ndihmojnë që ne të mbështetemi gjithmonë më shumë në Zotin, që të shohim, që të kena përkujtimet e ndërhyrjes të Zotit në jetën tonë. Jeta nuk ka mundësi, nuk është mirë që të qëndroj në një mas, në një përmas. Jo, feja është rritur për të rritë, gjithmonë më shumë, edhe rritet duke parë këtë gjë. Sa më shumë ne bindemi fjalës së Zotit, do shohim sa më shumë që Zoti është besnik. Edhe kur djalli do të vijë për të na të nduar, edhe një lëvizje që ai bën është me kërku që ne të harrojmë gjanat, mirë nëse ti je plot me përkujtimet në jetën tënde ku Zoti ka qenë besnik, në momentin e sprovës, në momentin e të ndimit që ti ke me dyshu me ba ose mos me ba çfarë Zoti me kërkon, ke mundësi me kujtu. Por Zoti ka qenë pranishëm në atë moment, por Zoti ka ba këtë punë, edhe atë punë, edhe feja jonë do të marrë forcë, që ne të bindemi gjithmonë më shumë fjalëve të Zotit. Tërkurajë, Zoti është besnik. Nëse ti mbështetesh mbi idetë e tu, mbi ndjenjat e tua, mbi njerëzit, do të qëndrosh zhgënjur herët o vonë. Idhujt kanë këmbët me baltë, edhe herët o vonë rrezohen. Por Zoti jo. Zoti është besnik, është një gur, një qetë, një shkëmbë që nuk lëvizet, që nuk lëkundet. Edhe nëse ti mbështetet në të, do të shifësh që do të vinë tërmetet problemat, edhe shtëpia jote do të qëndrojë në kamë.
Urajo, që lëvdu Krishti.